Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në takimin ton këtu në valët e Radio Travel dhe në kanalin e YouTube të Premium Channel për të folur sot për një prej eventeve, ngjarjeve muzikore më të komentuara, sidomos javët e fundit në kryeqytet e jo vetëm. Por për hir të vërtetës, për disa vite Shqipëria është parë më shumë si një destinacion turistik në zhvillim, jo domosdoshmërisht si një qendër e eventeve globale, por kjo me sa duket po ndryshon nga vera në verë, nga muaj në muaj, nga viti në vit, pas organizimit të disa prej koncerteve të ndryshme dhe të emrave të njohur të muzikës. Tirana po përmendet gjithnjë më shumë në hartën e eventeve të mëdha ndërkombëtare dhe lajmi që ka trazuar rrjetin javët e fundit është edhe koncerti i raperit Kanye West i planifikuar për në 11 korrik në Tiranë. Por çfarë do thot realisht një event i këtyre përmasave për Shqipërinë, dhe jemi gati për këtë nivel organizimi, audiencë dhe vëmendje globale. Për këtë do të flasim me Gerard Veizi, që është në pjesë e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, më saktë këshilltar i Ministrit të Kulturës dhe Turizmit për eventet dhe pjesë e organizimit të këtij koncerti në Shqipëri të Kanye West. Gerard, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje Ada, kënaqësi si gjithnjë. Gjithashtu, kënaqësi edhe për ne, për më tepër për të marrë vesh disa sekrete dhe disa të pathëna ende publikisht sa i përket koncertit të Kanye West, për cilin është duke u folur shumë dhe për të cilin ka shumë skeptik. Do të vi me të vërtet Kanye West në Tiranë? Po, tashi, domethënë të kjo pjesa e skepticizmit mund të ishte deri diku e justifikuar në kur than fillim, por aktualisht ai ka postuar dhe te rrjetet e tij sociale datën që do vinë në Tiranë, kështu që punimet kanë nisur edhe në ambientin ku do të jetë ky stadiumi që provizor që do të i përkohshëm që do të vendoset atje. Kështu që nuk besoj se ka më vend për pyetje, vetëm nëse ndodh ndonjë gjë e jashtëzakonshme, por që nuk për te asaj nuk ka shans domethënë që mos të ndodhi, sepse si thash janë vendosur gjitha gjërat në lëvizje që kjo gjëra të ndodhë dhe tash është e prekshme. Okej, tani pa ardhur deri këtu si rat në kontakt le të themi stafit të Kanye West dhe dëshirës për ta sjell në Tiranë, u bën shumë gjëra bashkë në kohën e duhur? Po, ishin shumë gjëra që u vizuan, një nga edhe këto skepticizmat patjetër kanë një burim që është disa anullime që kanë ndodhur të artistit në gjatë këtij turi, por këto nuk kanë qenë anullime të bëra nga vetë artisti për shkak të vetë artistit, por kanë qenë kryesisht me një prapavi politike korporative, pra qasje shtetesh, qasje sponsorash, për disa deklaratat më parshme të tij, për cilat ai ka kërkuar falje publike dhe është po mundohet ta përmirësoj atë situatë, kështu që dhe një nga anullimet ishte praktikisht fundjava e datës 11 që ai duhet kishte tren e tresh në Angli, por duke qenë se u anullua atje, u krijua një dritare këtu në Shqipëri dhe organizatorët kryesorë që janë Street Life International, ata e pan Shqipërinë si një mundësi për ta realizuar këtë koncert dhe pastaj ka patur të bisedime normalisht me faktorët vendas për të garantuar infrastrukturë, logjistik dhe që është më rëndësishme edhe siguri, sepse realisht bëhet lafër një mbledhje shumë të madhe, domethënë personazh në një vend për qëndrim i lartë, kështu që domethënë pasi këto gjëra po themi u dakurcuan parimisht, atëherë edhe u vendos domethënë ky lloj koncerti. Okej, tani sa e vështirë është të sjellësh një artist të këtyre përmasave në Tiranë dhe cilat kanë qenë disa prej vështirësive që keni menduar se mund të çaloj, le të themi, një organizim i tillë? Shive, derisa është marrë përsipër, pra janë menduar të gjitha skenaret dhe patjetër që domethënë janë tejkaluar, por nëse mund të përmend një problem fillestar, ka qenë për vendodhjen, pasi Kanye West është një artist që e ka standardin që do të ketë një kapacitet për 60.000 ndjekësish në koncertet e tij, dhe Shqipëria apo Tirana nuk i ofron këto mundësira aktualisht që flasim, pra maksimumi flasim të 32-35.000 me shumë të themi të sajume, me të shtyme, kur e thënë në gjuhën e përditshme. Kështu që kjo ishte problemi kryesor dhe pasi kjo gjëja u zgjidh, pa u gjet vendodhja ku do bëhej, pastaj pjesa tjetër ishte gjithçka që janë të realizueshme. Po nga ana logjistike, çfarë kërkon më shumë ky organizim? Pra, ju përmendët sigurinë?
Sigurisht që është shumë e rëndësishme dhe do jenë të përfshira dhe forcat e rendit gjithashtu edhe me Ministria e Mbrojtjes, por përtej kësaj gjithashtu duhet për të realizuar këtë lloj koncerti edhe një mbështetje infrastrukturore, logjistike, pra ky vendi ku do bëhet ky stadium i përkohshëm, mund të ketë nevojë për një linjë energjetike, ujë dhe për disa shërbime të tjera mbështetëse, të cilat duhet realizohen pak në një kohë më prioritare se sa të çmerr po themi burokracia apo rradha e punëve. Dhe gjithashtu mund të themi edhe pjesën që për shembull ditën e eventit, duke qenë se kjo do bëhet në fillim të autostradës Durrës-Tiranë praktikisht, edhe pse është afër Tiranës, por shkoj të themi këtej nga krahu kthimit, domethënë që do mund të bëhet një, po themi, paralizim trafiku, lëvizshmërie, pra domethënë këto janë detaje të vogla, por që nuk janë aq të vogla, por janë detaje domethënë që e ndryshojnë shumë dinamikën dhe mbarvajtjen e aktivitetit. Okej, tani sa i përket stadiumit, kemi parë disa pamje që janë hedhur në rrjetet sociale këtë fundjavë që kaloi, kanë nisur punimet, sa vende do të jetë dhe si është konceptuar, do të jetë portabël stadiumi? Atëherë stadiumi është portabël i përkohshëm, sipas bisedave paraprake me organizatorët, ai mund të qëndrojë aty dhe pas koncertit Kanye West, për të dhënë mundësi të disa koncerteve tjera të ndodhin, por gjithmonë është akoma në po themi në dyshim, por që mundësia është reale dhe domethënë ka nisur punimet fillestare për sheshimin, nivelimin e tokës që kur të vendoset si bazament të jetë korrekt. Dhe tash shumë shpejt pritet vinë dhe materiale, domethënë që sepse ajo praktikisht është një strukturë e gatshme, kështu që ka më shumë nevojë për instalim sesa realisht për ndërtim. Pra dhe prandaj dhe disa skeptikë thonë si do ndërtohet stadiumi, dhe në fakt ajo është pothuajse gati, ka pak element që duhet për të realizuar. Kështu që pritet vinë stadiumi dhe pastaj domethënë kalojnë te pjesa e fundit, që është pastaj pjesa e mbetur e promovimit, e organizimit, e shërbimeve mbështetëse që do jenë aty, pra argëtimi ekstra jashtë to vendet e ushqimit, pijeve, domethënë pra janë detajet e ditëve të fundit besoj që do të përmblidhen. Po sa i përket biletave, deri tani sa interes ka pasur? Interesi ka qenë goxha i lartë, janë arritur deri në 50% kapacitetit të shitur aktualisht. Pra 30.000 bileta janë shitur. Okej. Domethënë kështu që për sa i bie për gati 7 javë të mbetura, pra kjo ka 4 javë e promovuar, kështu që mos të më pak, kështu që tash 7 javë të ardhshme normalisht pritet edhe kjo, se ne shqiptarët e kemi edhe çik kulturë që t'i lejmë gjërat për moment fundit, kështu që duke marrë parasysh të element, besoj që ecuria është shumë e mirë. Përveç kësaj, sa ju kanë kontaktuar për një bilet për koncertin? Janë të panumër, realisht mund të kishim bërë domethënë një mini dokumentar vetëm me screenshotet të kërkesave për bileta. Për bilet, që është e vërteta janë pak të kushtueshme për buxhetin mesatar shqiptar, por ama mendoj që një event i tillë nuk ka ndodhur më përpara në Shqipëri dhe për gjithë ato që janë dashamirës të bukurës, të artit, muzikës, do përjetojnë sa afër me qytetin e tyre një element në nivelit global, pa që po ndodh tani. Pra Kanye West është akoma në majën e tij të karrierës, pra nuk është si dikush që ka qenë i njohur dikur dhe pas shumë vitesh po vjen viziton dhe një vend si Shqipëria. Pra mendoj që jemi duke paguar pak për premiumin që po marrim, sepse Shqipëria është një vend i vogël, siç thash, edhe mungesa e kapaciteteve, pra që nuk kemi as 60.000 vende për të hostuar një arenë dhe shumë elemente të tjera. Domethënë mendoj që është premium, sepse neve nëse do iknim jashtë do pagunim edhe fluturim, akomodim, shpenzime të tjera atje jashtë, kështu që këtu vetëm është bileta. Që nis nga 120 euro. Okay. Domethënë por ka edhe disa, nëse ndiqni në rrjetet sociale të organizatorëve, ka edhe disa hapësira për të përfituar disa ulje të vogla tek këto blerje, pra në disa aplikacione, ku kanë bashkëpunëtore të gjitha këto. Kështu që domethënë dhe për më tepër që siç thash, është ne shqiptarët kryesisht kur duam tulemi në restorante,
gjej mundësinë paguajmë, shpenzojmë se ziheni në njëri tjetrin për të paguar, kështu që besoj nuk është diçka super e papërballueshme apo diçka shumë e largët. Mendoj që është e përballueshme dhe ja vlen. Jo, për gjithë ata që ende s'kanë çuar një mesazh për biletë, domethënë ti nuk ju gjen dot një biletë. Unë për vete, me thënë drejtën, i komplet mijat, sepse thash që duke qenë se dhe organizatorët janë ndërkombëtarë dhe të huaj, nuk ekziston kjo çik me mik shqiptarë që kështu që unë i leva të mia të isha brenda në çdo rast. Tani do ju çosh foton atyre që të kërkojnë. Dhe kështu që pastaj për rastisi që të jem domethënë dhe unë një nga ato personat me badge, atëherë do shohim mundësinë që t'ja jap dikujt tjetër apo që e ka marr masat, s'do ta humbja. Kanye West do të vi i shoqëruar me atëherë me entouragin e tij, me grupin e tij kryesor pa diskutim. Nëse ishte për Biancën, nuk e di. Pse jo mos të vi për mua, po nëse do ishte për mua të zgjidhja, do kisha zgjedhur më shumë të vinte me Northwest, me të bijën e tij, e cila saj është futur edhe muzikës. Po, është shumë simpatike për më tepër. Po, dhe ka dhe producente shumë e mirë, pra ka nga të mësoj dhe nga të marri këtë lloj po themi lëngu kreativ. Kështu që do doja shumë të ishte edhe North, se jo dhe të mësoni pak kultura jon, domethënë. Po, a kanë bërë të ditur stafi i tij, ka bërë të ditur detaje sa i përket ditëve të qëndrimit në Shqipëri dhe ju çfarë keni menduar nëse vendos të rri një ditë dy? Nuk kemi këto detaje sepse një artist i madh si Kanye vendos dhe zhvendos në shumë momente, kështu që po presim të afrohemi sa më shumë ditës koncertit. Normalisht që neve do na bëj zemra mal ta mikprisnim përtej qëndrimit koncertit, si përpara si pas tij, i tregonim Shqipërinë tonë të bukur, akomodimin, kulturën tonë, në të cilën e kemi shumë të vjetër dhe shumë të bukur dhe shumë dinamike, me shumë thelb, me shumë përmbajtje, dhe besoj shumë që nëse ai do ketë mundësinë që të marrë një ndjesi, një shije nga kultura jon, besoj që do ta frymëzonte atë në një kapacitet apo tjetër, qoftë në muzikë, qoftë në mod, që ai të bënte një diçka të merrte një lloj frymëzimi nga kjo. Ti më përmende diçka kur folëm para disa ditësh që do të mrekulloj nëse do të dëgjonte Iso Polifonin ton apo jo. Po, dhe do doja shumë që ai ta dëgjonte sepse është Iso Polifonia realisht ka një tingull, përveç se historisë dhe vlerave që mbart. Po nuk e di sa herë dëgjoj Iso, më duket sigur më fillon një farë hipnoze, domethënë marr një farë energjie dhe mendoj që dhe ai mund ta ndjejë dhe ta përcjell, ta transmetojë në forma të tjera. Tani për të ndalur pak tek vetë artisti, tek Kanye West, mbetet një nga figurat më të diskutuara në botë. Pse figura e tij i ndan njerëzit kaq shumë? Ai edhe i ndan, po njëkohësisht ai ndan siç i ndan dhe i përbashkon, sepse e para Kanye West është artisti më i rëndësishëm të paktën në viteve 2005-2015, dhe këtë nuk është se them vetëm unë, po e thonë shumë vlerësime dhe po themi mediume ndërkombëtare. Pra ai ka ndryshuar lojën edhe në produksion muzikor, ka ndryshuar lojën si muzikant, mënyrën se ai shpreh, ka ndryshuar lojën edhe në lojën e modës, pra domethënë deri te Yeezys që filluam duke i vesh gjithë pra atletë po dhe dizajne të tjera. Por ai ka një karakteristikë, po themi që nuk e di e ka të diagnostifikuar apo jo, por ai edhe në albume ka thënë që jam bipolar, ka një album që thotë I hate urrëtitjen bipolar është e mrekullueshme. Dhe kjo mbase ndonjëherë ndikon tek qasja e tij, por ajo që në fund mendoj që i përbashkon njerëzit dhe pasi i ndan, është që gjithmonë qëllimi i Kanyes si personazh, si artist, ka qenë gjithmonë të çojë njerëzimin përpara dhe gjithmonë gjithçka që ai thotë vjen nga një burim i pastër. Pra nuk ka qëllime të këqija tendencioze. Patëm ky është perceptimi i mbi të si artist që e njoh, e kam studiuar dhe që jam shumë fan si ti. Dhe kjo pikërisht sepse ai flet gjithmonë nga një vend pa filtr, pra e flet gjën si e mendon. Kjo nuk është domosdoshmërisht gjë e mirë gjithnjë, por kur pra gjeniun dhe të marrin i ndan një fije e holl. Dhe rrjedhimisht kur në po themi në këto deklaratat apo në gjërat që ai delte merr guximin që ta shtyj përpara diskutimin apo mendsinë, normalisht nuk do të qellosh gjithmonë. Por ai shpesh herë më shumë ka qelluar se sa ka gabuar në këtë lloj gjërash. Që mendoj kjo është një nga arsyet pse ai e merr një lloj faljeje apo kalimi në fund ditës, sepse artistë të tjerë
që kishin bërë gjërat që ka bërë Kanye dhe ishin të harruar dhe të bllokuar për gjithnjë që po themi të riktheheshin skenës apo jetës publike. Por mendoj që kjo është ajo ndjesia që njerëzit marrin nga ai, që ai vjen gjithmonë nga një vend me zemër të pastër dhe të hapur, edhe kur gabon, dhe nuk ka qëllime të këqija, dhe pikërisht kjo është ajo që mendoj që e bën të jetë ende on top. Po. Okej. Po koncertet do të thotë diçka që njerëzit kryesisht për te muzikës lidhen me karakterin, me personalitetin e artistit, me personin. Dhe kjo është besoj një vërteton shumë. Që nuk e lëshojnë për fort kollaj. Tani koncertet e tij janë kthyer në spektakle më vete. Me aq sa kemi mundur të shohim nga koncerte që ka pasur përgjatë muajve të kaluar. Por sot sa rëndësi ka show përtej muzikës në evente të tilla? Patjetër, janë 60.000 njerëz që duhet t'i argëtosh të gjithë, dhe nuk patjetër që edhe pjesa argëtimane quhet entertainment, dhe që përfshim poshtë elemente ndryshme, siç është tek kësaj radhe muzika. Po Kanye West është gjithmonë një person shumë kreativ dhe shumë i dhënë pas të bukurës, dhe në çdo turne të tij ka patur gjithmonë një dizajn skenografi gjithmonë i ka patur shumë të çmendura, shumë të guximshme, shumë pararoj, dhe gjithmonë është lëvduar për këtë lloj gjëje. Dhe nuk ishte si të ishte ndryshe edhe kësaj radhe, kur ai sepse tani ka hyrë shumë në mod, përveç se në mod, po që është bërë dhe pjesë e produksionit masiv, po themi edhe nga fabrikat, LED-i me pra këto LED-et, panelet LED që janë me të harkuara. Redhimisht ka shfrytzuar këtë lloj momenti që të bëjë këtë globin, pra që gjysmë globi, i cili është komplet duket sikur vjen nga një planet tjetër në tokë. Dhe sigurisht mbi tokën, dhe realisht edhe simbolika e meriton që të jetë gjykimin tim mbi tokë si artist, edhe për kontributin dhe impaktin që ka dhënë. Kështu që edhe me ato, domethënë ato tymrat që domethënë mbi glob, pra sigurisht jashtë atmosfere, është është një nga gjetjet e radha geniale të tij, domethënë për ta prezantuar veten, dhe prandaj po thoya edhe çfarë që mendoj që për Shqipërinë është nder e privilegj shumë i madh ta mikpres këtë event, dhe për gjithë ne shqiptarët që mundemi të jemi pjesë e këtij eventi, ta kemi kaq afër pranë nesh dhe ta përjetojmë. A mendon se i mungon diçka Shqipërisë kur bëhet fjalë për të organizuar evente të këtyre për masave, Gerhard? Nuk mendoj se i mungon diçka, por ajo që më themi çai mungon është që të vërtetoj veten, dhe mendoj që ky event, pra sepse nuk është se doli nga hiçi, eventi Kanye West ka rreth 5 vite të paktën, po dhe përpjekje dhe më të mëdha, që kanë ngritur gjithë kohës, po themi stekën dhe potencialin ton për të zhvilluar aktivitetet të këtyre përmasave. Dhe duke u ngritur, sepse dhe artistat vetë ndërkombëtar po nuk morën vesh si për vendet tona të vogla që po ndodh diçka aty, që kanë ardhur disa artistë të tjerë që kanë provuar terrenin dhe kanë çik më të vështirë ta pranojnë si vendimare, sepse nuk duan të marrin diçka, dhe mos po flasim për këto lloj emrash. Kështu që duke thënë këtë, mendoj që kjo është pika jon, një nga pikat tona kulmore, që neve do ta tregojmë veten, dhe mendoj që do të hapi rrugë edhe për shumë evente të tjera. Ka sfida patjetër, unë shkoj shpesh në për koncerte, edhe shkoj jashtë Shqipërisë në për qytete të ndryshme të Evropës, dhe edhe atje shoh problematika. Domethënë nuk është çdo gjë gjithmonë kështu vaj, dhe se ne ndonjëherë në Shqipëri mundohemi që të jemi ultra kritik për veten tonë, kohë që kur shkojmë jashtë, këto po themi këto çedimet e vogla i pranojmë, i justifikojmë. Që kundërkohë do të jetë kundërta, sepse neve jemi në rritje, për neve akoma se kemi krijuar këtë përvojën e stabilizuar të gjës, dhe mos bëhemi më katolik se papa ndonjëherë, dhe prandaj doja të thoya që ky është një barometër shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, që të kalojë po themi klasën dhe të jap mundësi pastaj postimit, mikpritjes të shumë eventeve tjera të këtyre përmasave në periudhat në vazhdimsi. Si ke shumë eksperiencë me organizime të tilla, ke bërë Shqip Hop Fest, një festival me artistë ndërkombëtar që është organizuar në Tiranë, madje kemi folur për këtë në studio. Si e shikon, sa ka ndryshuar përqafimi i audiencës me koncertet live, me festivalet edhe me emra të tillë të muzikës nga viti në vit? Është gjithmonë rritje, sepse edhe ata persona të cilët nuk kanë padur mundësinë ta përjetojnë koncerte të niveleve të mëdha jashtë,
tashmë po I ofrohet në Tiranë. Pra ne përveç Kanye West kemi evente si Black Coffee, Po do të jetë që është tani afër, Zlam na kaloi, e cila është një nga brendet ndërkombëtare më të njohura të muzikës elektronike dhe që ushtrohet në shumë vende të botës. Gjithashtu kemi edhe rastin e Ylli Limanit, I cili është duke bërë valë shumë të mëdha, ka shitur 30.000 bileta për 2 koncerte në Tiranë. Për 2 data, për 2 data, që dhe është një merit, pra një duartokitje shumë e madhe për të dhe ekipin e tij realisht, sepse ato përveç se këtu në Tiranë janë duke bërë koncerte në të gjithë Evropën, pra duke mbajtur të standarde shumë të mira, kështu që mendoj që po na vjen nga të gjitha anët, si nga artistat tonë vendas, si nga artistë ndërkombëtar dhe normalisht kjo ndihmon shumë në edukimin e turmës, audiencës, e konsumatorëve të këtyre gjërave dhe besoj që është gjë shumë e mirë dhe që është gjë shumë e mirë që ka ardhur gradualisht. Pra mendoj që do ishte mirë për shkakun që Kanye West kishte ardhur para 5 vitesh në Shqipëri. Mendoj që tani është momenti I dur pasi janë pjekur dhe kushtet, për shembull unë kam qenë komunikim edhe me organizator të Kala Festival për shembull, festival që sjellin mbi 3000 turistë britanik në Shqipëri çdo vit dhe ata organizohet në jug. Organizohet në jug në ndërmi dhe një nga organizatorët ka pohuar faktin që për shembull nëse më përpara ata e merrnin komplet pjesën e produksionit të tyre nga Anglia, pra pjesës së pajisjeve çdo vit kjo gjë ulet pasi tashmë gjejnë dhe në tregun vendas pajisje, foni, ndriçim, gjithë këto element, cilat I përputhen me nivelin, me standardin e tyre. Pra që ky është një lajm I mirë, dhe prandaj po thoya që janë pjekur dhe kushtet që një pjesë pak në produksionin tashmë të ofrohet edhe nga kompani vendase. Nëse do vinte Kanye West para 5 viteve, do ishte e njëjta situatë, pra do vinin domethënë gjithë produksionet do vinin nga jashtë. Paktën sa më shumë të ketë mundësi të përfitojë ekonomia jon vendase dhe të bëhet pjesë e kësaj gjëje, është shumë e mirë sepse ato marrin eksperiencë, rrjedhimisht domethënë rritet e gjithë gjëja si ekosistem. A ke një prej këtyre festivaleve që organizohen gjatë verës në Bregdet, si në veri ashtu edhe në jug, të preferuar dhe sipas përvojës tënde, eksperiencës tënde, cili është më I arrir, le të themi, më interesant? Atëherë Se janë disa prej tyre që madje hyn edhe në hartën e eventeve europiane, po, që organizohen gjatë verës. Shikoj, domethënë, nëse do zgjedh një në veri dhe një në jug, domethënë që të jemi balancuar, do thoja që për në veri patjetër është Unum Festival, domethënë cilët ato kanë treguar. Ka disa vite që organizohet për më tepër. Kanë treguar përvojë, gjithashtu edhe një lëvizje super e zgjuar PR-i në kohën e pandemisë, që të roqim shumë turistë këtu në Shqipëri dhe u bëm si pararoj, po themi, e asaj kohe kur ishte çdo gjë mbyllur, ne u hapëm dhe pastaj nëse do thoja për në jug është patjetër Kala Festival. Domethënë edhe pse është kryesisht e targetuar për një audiencë ndërkombëtare, pra siç është britanike, por njëkohësisht edhe neve kemi mundësinë sepse ato kanë një gjë të mirë që për pjesëmarrës, për audiencë lokale kanë çmime më të ulta të biletave, pra është aksesueshme dhe ti merr një përvojë që është dedikuar për një standard siç është Mbretëria e Bashkuar, që është standardi më I lartë gjykimin tim si në audiencë, po si dhe në organizim aktivitetesh. Dhe rrjedhimisht na bën mirë dhe neve që ta marrim këtë lloj, po themi, këtë lloj energjie, këtë lloj vibe. Dhe me që po thoja pak çfarë dhe për pjesën e Unumit dhe se si gjatë pandemisë ata shfrytzuan situatën, kjo erdhi gjithashtu edhe nga mbështetja e qeverisë për këtë lloj gjëje dhe doja të bëja një kontrast midis Shqipërisë dhe Indisë. Pra arsyeja pse Kanye West anulloi Indin ishte sepse nuk kishte mbështetje nga qeveria për pjesën sidomos të sigurisë dhe të marrëvajtjes të eventit. Pjesëmarrjes ndoshta pjesëmarrjes lartë edhe probleme që mund shkaktoheshin dhe neve si Shqipëri që jemi një vend shumë I vogël se India, kemi marrë përsipër domethënë ta mbështesim dhe t'japim gjithë forcat tona për të zhvilluar kjo gjëja. Ishte edhe paralelizëm për t'regu pak se si domethënë si ana e qeverisë është e hapur gjithmonë që ti mbështet këto aktivitete dhe të bëjmë më të mirën për marrëvajtjen e tyre. Okej. Tani keni konkretizuar diçka pas Kanye West për ndonjë artist tjetër, me që stadiumi do të qëndrojë deri në fillim të shtatorit, kështu më tha Gerardi. Jo, akoma nuk ka asgjë, pasi gjithë fokusi është këtu, domethënë është te Kanye, duhet të kryhet kjo sa më mirë, sa më lart, sa më në çdo detaj se gjithçka e prer hold kur thuhet. Domethënë dhe kështu që gjithë fokusi është këtu për momentin dhe ose të paktën dhe mua s'm kanë thënë gjëra të organizatorët gjerman, por që siç thash pas kësaj besoj që ndryshon shumë gjëra. Okej, tani kam disa pyetje të shkurtra.
sa i përket Kanye West gjithmonë. Sa kushton të sjellësh një superyll botror si Kanye West në Shqipëri? Di të them që te milionat e eurove pa diskutim. Po se sa, domethënë mund të jetë 3-4 milionë euro plus produksione, domethënë po. Okej. Më flet pa frikë është 3-4 milionë euro. Okej. Kanye West është gjeni apo polemik dhe a mund të ndahet artistin nga polemikat e tij? Ai I ka të dyja, dhe gjeni dhe polemist, dhe në gjykimin, ka dhe raste ku ndahen, pra arti I tij patjetër mund ndahet nga personaliteti, pra ai e ka arritur këtë lloj gjëje. Por në thelbin e tij ai gjithmonë domethënë ka përdorur dhe personalitetin e tij si pjesë të brandit të tij, pjesë të gjithë produktit, kështu që tek ai nuk besoj se mund ta ndajmë. Okej. Sa përfiton Shqipëria nga ky koncert? Përfiton shumë me para në PR dhe në imazh, sepse për shembull që kur doli në fillim lajmi ka dalë në gjithë mediat ndërkombëtare që merren me argëtim dhe muzikë, si dhe media mesatare, meme pages edhe shumë këto. Pastaj nga ana ekonomike është për llogaritur diku te impakti financiar diku te 100 milionë euro. Pra janë 100 milionë euro që vinë se s'bën vetëm në Shqipëri, por flasim edhe për avionat që do përdoren, pra domethënë linjat ajrore, gjitha elementet, pra është një impakt mbi 100 milionë euro, kështu që Okej, ja vlen. A mund të rivalizojë Tirana qytetet europiane sa I përket organizimeve të tilla? Po, patjetër që po, sepse neve kemi një avantazh përveç se po themi ofertës tonë turistike, kemi edhe avantazhin që duke qenë se jemi vend në zhvillim, rrjedhimisht ekonomia jon është më pak e zhvilluar se sa këtyre vendeve dhe shumë kosto ekstra që mund të jenë taksa apo krau punës apo shumë element të tjerë kemi më të ulët, kështu që rrjedhimisht mund të nxjerrim edhe një, po themi, një kosto më të ulët për event për të njëjtin cilësi dhe standard. Okej. A ndryshon një koncert I tillë imazhin e një vendi? Po, patjetër që po. Përgjigje shkurtër është po. Pastaj ka dhe përgjigje më të gjatë që mund të jetë edhe akoma më shumë po, në rast se këtu Kanye West zgjedh për shembull të bëjë një performancë speciale, të performojë një këngë që nuk e performon në vende të tjera, apo të jetë shumë, po themi, I ngazëllyer nga mikpritja, nga situata e përgjithshme përpara koncertit, siç ndodhi me rastin e The Game vjet për shembull, që mbeti shumë I ngazëllyer nga mikpritja, nga gjithë eksperienca dhe domethënë performoi më shumë se sa një orë, I tha audiencës do vi prapë në Shqipëri dhe e ka me vërtet këtë lloj gjë ndërmend për ta bërë. Pra njëta gjë mund ndodhi edhe me Kanye West. Ne njihemi si vend shumë I kpritës dhe shumë I dashur, kështu që shpresoj që kjo gjë të impaktojë dhe të krijojmë edhe një impakt përtej asaj dite, pra të kemi edhe disa elemente shtesë për tu promovuar akoma më shumë. Paka shumë e the, por do doja një përgjigje koncize. Koncertet të tilla janë më shumë luks apo investim për një vend si yni? Mendoj që është më shumë investim, por edhe elementin e luksit nuk kemi pse ta heqim. Pra domethënë aty patjetër ka edhe zona VIP që mund të përjetohen në koncertet në një, po themi, në një nivel tjetër, si shërbimi, si akomodimi, e shumë element të tjerë. Pra dhe pse jo, domethënë pra nuk ka pse të ndahet njëra nga tjetra. Okay. Por që domethënë patjetër vlera është gjithmonë shumë e madhe, domethënë strategjike, dhe vetëm kështu futesh në hartë. Pra un kam disa miq ndërkombëtar të botës showbizit që kur ndodhi kjo gjëja direkt më shkruajtën dhe disa prej tyre dhe do vinë domethënë këtu në Shqipëri që ta ndjekin koncertin. Pra duke marrë parasysh që është në shumë vende të tjera të Europës, ato prapë zgjedhin ta shohin në Shqipëri, sepse jepet ky element I kurreshtjes që kemi dëgjuar, po dëgjojmë shumë Shqipërinë, është një emër që po vlon, atëherë një rrugë dy punë, pra dhe koncertin, po dhe marrim një çik nga vendi, një lloj përshtypje fillestare përvojë. Ende nuk keni një gjeografi të rezervimit të biletave, të atyre që kanë rezervuar biletat? Kemi, aktualisht kemi. Po presim sa ta gjej Gerardi, nga kanë rezervuar biletat, nga vendet fshinje. 66 vende kemi rezervime. Të ndryshme. Që janë më shumë nga rajoni, patjetër nga rajoni, patjetër më shumë nga rajoni. Okej. Ja, një moment. Do ta gjejmë. Edhe nga qytetet e Shqipërisë, besoj. Kemi vetëm si shtete, 15 vendet më
që kanë më shumë kërkesë që kanë blerë domethënë aktualisht është Shqipëri, Greqi, Maqedonia e Veriut, UK pra Mbretëria e Bashkuar, Gjermani, Shtetet Bashkuara, Zvicër, Itali, Malizi, Poloni, Kroaci, Austri, Suedi, Serbi dhe Belgjik. Okej. Tani nuk e dim nëse janë shqiptarë që do të vinë ta shikojnë dhe shfrytëzojnë edhe kohën e pushimeve me familjen, por besoj ka edhe prej të huajve, të cilët e shikojnë si një alternativë shumë të mirë edhe për të pushuar edhe për të Patjetër, po dhe ato shqiptarë që do vinë këtu kanë përshtypjen që do vinë dhe me ne shoqënime vete, domethënë sepse realisht për gjithë rajonin Ballkanas, jo vetëm neve që jemi 6 vendet jashtë BE-s, pra domethënë Western Balkan 6, por ky është koncert edhe që nuk është se po bëhet për shembull në Greqi, në Slovaki, Sloveni dhe në vende të tjera që janë dhe të BE-s, kështu që rrethmisht ne kemi një pellg më të madh shtetesh pranesh që mund vinë ta shohin, ta ndjekin. Kam edhe një pyetje të fundit. Nëse e zëm se Kanye West do qëndroj edhe një ditë më tepër në Shqipëri dhe ju a ka lënë në dorë juve për ta shëtitur, ku do ta çoni e para dhe e dyta, cilën veshje popullore shqiptare do donit t'ja prezantonit ndoshta edhe t'ja vishnit Kanye West? Tani patjetër që shive do mund nëse do ta kisha unë dorë për drejt, do të shifsha humorin një herë dhe ishte më shumë me fjalë do mundohesha që të kuptoja ishte më shumë për një lloj vibe mali apo deti. Dhe pastaj në varësi të kësaj, nëse do ishte për në veri, do ishte gjithmonë thethi pa diskutim. Domethënë mendoj që ai do përhumte në bukuritë e thethit. Nëse do ishte për jug, pastaj do ishte pak më thjesht sepse ka disa resorte të ndryshme, por do t'i ofronim edhe shërbime transporti detar që të shihte ato gjiret e vogla nga Kakomeja deri në Gram, edhe gjithçka në mes, Gjipen, shumë vende të tjera, do të mundoheshim t'i ofronim kështu me varka dhe me që të merrte një ndjesi të përgjithshme, edhe pse unë vetë në Grama më pëlqen shumë si gjë, për vetë se bukurisë, po në momentin kur futesh brenda në Gram, është duket nga jashtë si hyrje e ngushtë, kur futesh nga deti dhe sa futesh më na bëhet një hapje horizonti, është një ndjesi e bukur dhe ai duke qenë se është një person shumë estetik, mendoj që mund ta vlerësonte këtë lloj gjë. Okej, dhe sa i përket veshjes popullore? Veshjes popullore, patjetër që ta veshën ton tradicional me fustanellën. Fustanell. Do të donim shumë ta shikonim Kanye West me fustanell. Edhe do të thonim që e kemi edhe përpara se sa kjo gjë të bëjnë në Skoci dhe në Irland, kështu që dhe i tregonim domethënë gjithë këtë. Edhe xhubleta s'do ishte keq, se duke qenë se tashmë është edhe në trashëgimi kulturore UNESCO-s, kështu që fantastike. Për gjithë ata që janë duke na ndjekur, ku mund të rezervojnë një bilet? Atëherë website-i është yealbania.al dhe aty keni gjitha dhe organizimin se si do jenë ulcet, hapësira dhe çmimet përkatëse për çdo hapësirë, dhe mendoj që është shumë thjesht shpjeguese domethënë hapësira, kështu që jepini. Okej, Gerard, shumë faleminderit që ishe në studio. Ju uroj vërtet shumë suksese dhe besoj që kanë gjetur njerëzit e duhur për këtë koncert, si ministria ashtu dhe organizatorët. Shumë faleminderit. Falë eksperiencës që keni. Faleminderit dhe shumë suksese. Mirë, ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.